Ndrojmë temë, u krye edhe një operacion i komplikuar në qendrën klinike universitare. Një 17 vjeçari i u shpëtua jeta pasi mjekët kryen një ndërhyrje të rrallë në fytyn e tij. Po merr frym shumë më lirshëm se vetëm pak ditë më parë. 17 vjeçari Lum Radoniqi po delse me sukses e kaloi ndërhyrje në fyt pasi trakea ishte ngushtuar shumë. E për shpëtimin e jetës i u desht shkurtimi i saj 3 cm. Për sëmundjen e rrallë që mjekët vendas nuk ishin trajtuar më parë, u shfrytëzua ndihma nga Gjermania. Operacioni u drejtua nga mjeku Safet Beqiri që gjendej këtu në kuadër të bashkëpunimit që QKUK ka me klinikën Kirkov. Në rrethonat aktuale teknikisht do të ishte pamundur të realizohet, por me që prezenca e doktor Safetit këtu ne ja kemi arritur qëllimit edhe si rast emergjent, kemi arritur qëllimin që rastin ta përmbyllim ta kryejmë me sukses të plotë. Prindërit e pacientit kishin kërkuar shërim për djalin e tyre edhe në vende tjera, por pa sukses. E kanë kryer një operim i cili është shumë i rrallë, në region nuk kryet, nuk kena gjetë çare kur ka. As në Shkup, Beograd, Tiranë, region Podgoricë e tjera. Ndërkaq pacienti tash pas operimit thotë se është në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Madje kom dëgjuar që marr frymë më shumë se si ka nevojë. Për ndërhyrje të këtilla, mjekët vendas thonë se u duhet trajnimi. Një i tillë tashmë ka nisur në klinikën Kirkov.